kërkesa e para Partia Demokratike e Kosovës e tash që ka qenë në takime për të dhënë propozimin e saj, në kohën kur përfaqësuesi i familjes Jashari e bëri të qartë qëndrimin e tij që nuk duhet të përfshihet në diskutime të politikanëve kjo familje, me plot të drejtë, sepse konsideroj që pa lejen e familjes është vështirë që një familje e tillë të përfshihet në diskutime politike, ndonse ne kishim gjithë vullnetin për ta mbështetur, por ne kemi çmuar në vazhdimsi qëndrimin e kësaj familje dhe kur ajo u bë e qartë, ne kërkuam që Partisë Demokratike të Kosovës ti mundësohet që të propozoj një kandidat, e kemi thënë jo domosdoshmërisht jetë me librezë partijake, sepse kemi konsideruar që për ta ndërtuar konsensusin e nevojshëm, bashkë me subjekte tjera politike në kuvend, duhet jetë një figurë e cila na unifikon të gjithëve. Dhe në të njëjtën kohë e dini që ka ardhur propozimi i Zotit Kurti, një herë është përmend Zoti Andin Hoti, si propozuar i tij, e pastaj ka dalë edhe emri i Zotit Konjufca. Pse nuk kemi janë përmend këto emra pasi që ju i kishit thënë që janë dy kandidat PDK-s? E dini që ne kemi propozuar dy kandidat të PDK-s sepse kërkesa e Zotit Kurti për të pasur një kandidat, një kandidat, ka qenë kërkesë për ta mundësuar quorumin në mënyrë që të bëhej zgjatimi i qeverisë, pra të zgjedhej një emër politik, ato që kemi kundërshtuar të gjithë, e para për shkak të parimit të balanceve, që mendoj që në rrethonat e shtetit Kosovës është shumë i rëndësishëm. Balanci i presidentit në këtë rast, që duhet të përfaqësonte unitetin e qytetarëve të Republikës Kosovës, balancën partijake, të jetë përfaqësuesi politikës jashtme, pra kemi konsideruar që asesi nuk mund të jetë zgjatim partijak si që bëri Zoti Kurti, pra u propozua Andin Hoti, e pastaj pas Andin Hotit u propozuan dy emra të tjerë, të cilët janë përfaqësues të lëvizjes vetëvendosje. Pra, ne me 22 vota libran, as nuk kemi mund të zgjedhim president, sepse Partia Demokratike e Kosovës i ka në fakt, i kishte 22 deputet. Dhe me numrat që e kishim të pamundur. Pse nuk i kërkoni të të partitë opozitare tjera? E kishim të pamundur. Të LDK-ja, të AK-ja. Për shkak të rrethanave të cilat janë krijuar brenda kuvendit Kosovës, ju e dini që gjithë opozita po të bëjë bashkë, ka qenë e pamundur që ne të insistojmë me një emër sepse kuvendit i duhen 2/3. Dhe presidenti nuk mund të zgjidhej pa mbështetjen e lëvizjes vetëvendosje. Pra, nuk po flasim sot për degradim të këtij pozicioni vetvetiu. Ka një degradim të pozicionit të zgjedhjes së presidentit për shkak të mungesës së vullnetit politik të lëvizjes vetëvendosje. Pra, Zoti Kurti ka insistuar në vazhdimsi që përmes diktatit të nënshtrimit të krijojë ato forca kinse për të dukur që ajo është konstruktiv, po ulet, po bashkëbisedon, shpesh në deklarimet e tij publike është kujdesur me gjuhën, po në fakt veprimet e tij gjatë gjithë kohës kanë qenë veprime për ta quar vendin në zgjedhje e jo për të zgjidhur situatën. A nuk është fair ta zëm këtë rast për Zotit Kurti që thot propozon një kandidat dhe po propozoj edhe unë një. E dini pse nuk është fair? E dini pse nuk është fair? Sepse Zoti Kurti e dinte saktësisht, Albin Kurti e dinte që në rast se propozon ai një kandidat, dhe në rast se propozojmë edhe ne kandidatin tjetër, ne duhet të jemi të pranishëm në seancë për ta bërë quorumin e nevojshëm. Pra, ky është edhe truku i tij për të dalë para opinionit kinse ai po i ofron një të drejtë Partisë Demokratike të Kosovës për ta propozuar një kandidat. Kandidati propozuar nga PDK-ja dhe kandidati propozuar nga VV-ja, keni parasysh, ata kishin mjaftueshëm vota, saqë me prezencën tonë në seancë ta kalonin këdo prej lëvizjes vetëvendosje, në këtë rast Zotin Konjufca ose zonjën Kollçaku, të cilët u propozua në seancën e fundit. Por ju përsërish nuk e propozuat një emër, pra nuk e kishit një emër. Pse nuk e vendosët një emër që ta sfidoni Zotin Kurti me që kjo joni? Parimi i parë, sepse unë Partia Demokratike e Kosovës nuk ka shkuar në takim pa parime. Ne kemi shkuar në takim pikërisht me parime që në radhë të parë të dakordohemi që propozimi ynë të pranohet. Propozimi i Partisë Demokratike të Kosovës për të nominuar kandidatin nuk është pranuar. Prandaj ne nuk mund të përfolim emra siç ka ndodhur, e keni pa nëpër media kanë dalë disa emra të cilat kanë qarkulluar ditëve të fundit, ne duhet ta ruajmë integritetin e
qytetarëve, atyre personave cilët mund të jenë pretendent për president,